që parlamenti të ndërhyjë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë për të zgjedhurit e saj, dy janë opsionet e mazhorancës për të bërë fakt të kryer një iniciativë të tillë, të lindur pas konflikteve të ministrit të Drejtësisë Nasip Naço dhe KLD-s. Kjo e fundit nuk mori parasysh procedimin për disa gjyqtarë të gjetur me shkelje, përfshirë dhe antarin e vet KLD-s Gjingjoni. Me ligjin aktual një gjë e tillë nuk mund të ndodhë pasi nuk është përcaktuar mënyra e shkarkimit të antarit të KLD-s, por mazhoranca në 30 qershor ka depozituar një draft, atë për funksionimin e KLD-s, ku në nenin 2 të saj përcaktohet qartë se antarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të zgjedhur nga kuvendi mund të shkarkohen në shkelje të kushtetutës dhe ligjit. Por që një gjë e tillë të funksionojë, duhet që drafti të futet në procedurat parlamentare dhe të kalojë për shqyrtim në komisione. Bëhet fjalë për 2 antarë, i pari Elvis Cefa, nënkryetari i KLD-s i zgjedhur në korrik të 2012-s, dhe Lulzim Lelca i zgjedhur në gusht të vitit 2011. Opsioni i dytë është ngritja e një komisioni hetimor parlamentar, një lloj siç ngriti Partia Demokratike për shkarkimin kohë më parë të nënkryetarit të KLD-s Kreshnik Spahiu. Dhe pse ky është një opsion për Sali Berishën, nuk është e njëjta situatë. S'ka pas të bëj fare dhe në asnjë kërkesë me veprimtarinë e zotit Spahiu në emrime apo qëndrime ndaj gjykatësve. Ka pas të bëj me disa probleme të tij personale në raport me qëndrimet e veta politike që mbante. Sërish sot në reagimin e tij, ministri i Drejtësisë Nasip Naço i ka kërkuar presidentit të Republikës Nishani, kryetarit të këtij institucioni, të vërë në lëvizje inspektoriatin për të faktuar nëse ka shkelje, ndërsa Berisha deklaron që qeveria e Ramës kërkon të kapë KLD-n dhe të gjithë drejtësinë. Presidenti të jetë më aktiv, përveç me deklarime edhe me vot, po dhe të vërë në lëvizje inspektoriatin e Këshillit Lartë të Drejtësisë, i cili ka detyrë funksionale të verifikojë pasurinë e gjyqtarëve, dhuratat marramencet gjyqtarëve.